Shoqata Globus Art organizoi për herë të parë manifestimin Festa a Kafes, i cili u mbajt në ambientet e pazarit të vjetër të artizanëve në Ulqin. Ky aktivitet u realizua me mbështetje në komunës së Ulqinit, organizatës turistike të Ulqinit, si dhe me kontributin e disa bizneseve vendase, duke sjellë një frymë festive dhe kulturore në prag të festave të fundvitit. Ky festival unik i kafes tërhoqi vëmendje në një numër të madh qytetarësh dhe vizitorësh, të cilët patën mundësinë të shijojnë një përvojë të rrallë, pjekjen tradicionale të kafes në gur, një nga metodat më të vjetra dhe autentike të përgatitjes së saj. Në emër të organizatës turistike të Ulqinit, fjalën e mori Zana Sarvan, e cila shprehu kënaqësinë për organizimin e këtij manifestimi. Ndërkohë, kryetari i shoqatës Globus Art, Rames Hajdari, falenderoi të gjithë ata që kontribuan në realizimin e manifestimit. Mirëmbrëma të gjithëve, është kënaqësi që sonte të ju shoh një numër kaq të madh në këtë pazar, i cili e meriton jo vetëm sonte, por çdo ditë të jetë në këtë mënyrë. Dëshiroj që në emër të organizatës turistike të përgëzoj organizatorin Globus Art për këtë manifestim, gjithashtu të gjithë pjesëmarrësit e këtij manifestimi, dhe dëshiroj që ky të jetë një fillim i mbar, që këtë vit ta përcjellim kështu me festa, sepse e dini që më 23 fillon dhe manifestimi dhjetori i ëmbël, dhe të hyjmë në vitin 2026 të gjithë me një shëndet dhe lumturi në familje. Ju dëshiroj që sonte të kaloni sa më bukur, dhe ajo që do të themi për këto është që organizata turistike çdo herë do të përkrahë manifestime të tilla të Globus Artit, por dhe të grave artizane dhe të gjitha atyre të cilët e ruajnë traditën, sepse tradita është dhe një vlerë e shtuar në ofertën turistike të qytetit të Ulqinit, dhe këtë duhet ta përjetojnë të gjithë që vinë në qytetin e Ulqinit. Faleminderit edhe një herë dhe ju dëshiroj një mbrëmje sa më të bukur. Mirëmbrëma të gjithëve, falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që sonte janë këtu, që nga solistët, artistët, artizanët, atyre të arteve vizuale dhe të tjerë pjesëmarrës këtu në Ulqin. Unë mund të falenderoj sonte edhe ata të cilët vullnetarisht kanë punuar për këtë manifestim, pra është një manifestim unik, pra Festa e Kafes, pra festa artizanale, cila sonte mund ta shijoni edhe në gur, edhe në rën, edhe të blurit në mulli, pra në zjarr të hapur. Falenderoj shumë grupin e dyqanit artizane, falenderoj edhe Olea Mare, pra e cila vullnetarisht, pra grupin e grave të cilët na kanë ndihmuar sonte, dhe falenderoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar financiarisht në këtë organizim. Faleminderit dhe mirë se keni ardhur gjithëve. Festa a Kafes u pasurua dhe me pjesëmarrjen e artizanëve vendas, të cilët ekspozuan punime artizanale, suvenire tradicionale dhe ushqime tipike të zonës, duke promovuar trashëgimin kulturore dhe artizanatin lokal. Pjesë e programit artistik ishte dhe artistja e njohur shqiptare Irma Libohova, e cila u shpreh kënaqur për pjesëmarrjen e saj në këtë aktivitet. Programi artistik u pasurua dhe nga kori i shkollës së mesme Vllazërim Bashkim, këngëtarja Eliza Markiq e shoqëruar nga Icko Hasanaga, si dhe këngëtarët nga Shqipëria Gloria Xhomaçi dhe Blenda Habipi. Atmosfera u zbukurua më tej nga tingujt e violinës të interpretuar nga Hertha Toska dhe Edlira Shkurti, të cilat i dhanë aktivitetit një dimension artistik dhe emocional të veçantë. Ani unas kodër e ti
bashkoje. Haroje, haroje, ti dashuri tona, largoje ti prega, i luturi ta. Haroje, haroje, ti dashuri tona, largoje ti prega, i luturi ta.
Organizatorët shprehen bindjen se ky aktivitet do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, duke u shndërruar në një pikë të rëndësishme të kalendarit kulturor dhe turistik të Ulqinit.